Bashkia e Tiranës e quan të mbyllur projektin për rikonstruksionin e rrugës Don Bosco në kryeqytet, punime këto që sipas autoriteteve i japin fund problematikës së përmbytjeve nga rreshtet e mëdha të shiut. Por përtej këtij njoftimi, në faqen zyrtare të ujësillës kanalizimeve në Tiranë, Don Bosco e rrugët pranë saj, këtë të martë mbushur me shira intensive, kishin një pamje tjetër. Ato që ka në kujdestari bashkia këto nuk intereson fare, kur momentin për shembull që të bëhet studime reale, se nga do ikë gjithë ky ujë. Në këto rasti pa për një orë shik këtu as ato komplet. Edhe këtë radhë banorët e kësaj zone janë detyruar të gjejnë vetë mënyra për të kaluar rrugën e përmbytur. Përveç rrugës kryesore Don Bosco dhe rrugët paralel me të kanë pësuar të njëjtin fat. Prej vitesh rruga Don Bosco ka patur çështje të pazgjedhur për mbytje nga rreshtet. Autoritetet vendore kishin premtuar ndërhyrje, të cilat në fakt ndosë janë kryer, nuk kanë sjellë zgjidhje përfundimtare për banorët e kësaj zone.